Kam ndjek do kohë, unë jam katolik, po më ka pëlqyer shumë komentet e tua, se flet shumë drejt, edhe u fut ai përpara dhe pak ma prishja qetësinë, po jo s'ka gjë. Thjesht jam fut me të përshëndet, e je shumë e drejt, edhe të ndjek dhe më pëlqen shumë. Nuk ka asnjë lloj pune feja e gjana se na jena shqiptar. Po, bravo. E të kam ndjek edhe në mëngjes se ki fol shumë mirë, e më ka pëlqyer shumë biseda jote. Faleminderit Jani. Aha, më ke ndjek taj grupi. Po, se unë nuk futëm as herë as në drejtor as live, thjesht më ke pëlqyer sot e jam fut, e suksese e Zotit ta bof marr. Kur vini në Prishtinë, unë çdo të premte i kom takimet e mia me fansat e mia, veç lajmëroni, numri jam zyrtar 044 509 200, asistentja jeme ju lajmërohet, edhe kur kaloni ka Prishtina, thirrni. Zotit trujt e të një moft, Vina me pushime. inshallah Kredve. gjithmonë mirë. Faleminderit Jani. E kalosh mirë bashkë. Më zërë se nuk di me dalë për Zotin, se nuk futëm. S'pas ke njohuri, po shirë Jo, i qiltër. Bre Jani, që të bëna në diskonit. Hajde. Që sa njerës të mirë ka. Çfarë mendoni sonde për Edi Raman? Unë e mendoj me ra, inshallah. E ka fajin Albin Kurti që ju lejon me nejt në Kosovë. Unë të kisha nisë për Arabi. O, shqiptar, unë jam shqiptare. Po ku të qoj Albin Kurti, është në shpit vetë, është shqiptare. O, drejt që më suhak. Edhe mos më konë shqiptare, edhe më konë sërbe, edhe më konë turke, edhe më konë boshnjake. Unë jam dardane, sepse që tu kom lindë në Prizrenin e bukur pitoresk. A dukem si nona jeme që ka pas gjyshja stërgjyshja jeme e ka pas një shami me ato veshjet kombëtare, nisoj si shamin time e ka pas. A dukem si turke, a dukem si arabe, ajo është problem jot bre vlla, se na jemi atdhetar. Nuk është me rëndësi çfarë kombi je, sepse kombet janë kriju në shekullin 18 në mas ati revolucionit franqez, për me në nda në kombe, ndërka që Zoti nuk në ka nda neve në kombe, por në ka nda në popull. Prandaj na jemi shumë, për veti jemi shumë të kënaqur, na që ka jetojmë në Kosovë, që ka jetojmë në Shqipëri, një pjesë Macedonis, Kroacia komplet, e tjera, na jemi populli i liro, dardan e pelas. Kjo është me rëndësi, që a jemi mande, boshnjak, a turk, a kelin këta dhe. Allahu ka thonë që toka është e imja, feja është e imja, feja nuk është as e krishtit, as e muslimanit, as e jehudës. Prandaj, profeti na mëson se dashuria ndaj adhleut është pjesë e besimit. Një person që nuk e don adheun e vet, ai nuk e don vetin e vet. Një person që nuk e ruan adheun e vet, ai nuk e ruan as pragun e shtëpisë të vet. Sepse nesër nëse ti nuk e kishim ruajt na Kosovën sot me gjakun e dëshmorëve tanë, sot e kishim pas Serbin qëtu, edhe në qëtë Ballkan, që të borin që e kam qëtu, nuk isha mundur që shtu me dal me fol në liri. Prandaj miq të nderuar, mos u mashtroni, sepse është një grup i njerëzve, nuk janë katolik, nuk janë të krishterë, ja garantoj me kokë, sepse krishteri mirë, krishteri i kishës, nuk shan, nuk fyn, nuk qon në Arabi, nuk të kërcënon me thike me islamofobi. Krishteri i kishës, sepse na gjithmonë si popull shqiptar kemi jetu në harmoni. Po janë një grup të cilët janë të paguar, 100% janë me sigurt. Madje edhe e ndrojnë fen, edhe flasin në emër të krishterizmit, i mësojnë disa versete kuranore, sa me të sulmu ty, me qato versetet kuranore,
dhe flasin në emër të krishterizmit, po ata nuk janë të krishterë. Mos u mashtroni me i dëgju. Nëse dëshironi me mësu për krishterizmin, i keni një prift edhe një zoj, s'di si e pati emrin, ata nuk marrin mysafir, ata vetëm flasin për fenë krishtere. Ta kënaqin shpirtin. Ndërka që këto grupe që janë për TikToka, edhe që shajnë me non, me Zot, me Allah, me këtë që ka kanë, ata nuk janë të krishterë. Më besoni, ata janë të paguar nga sorrat e zeza. Vetëm e mund me na përqa të krishterë edhe musliman. Me rëndësi na jemi adhetar. Me rëndësi na këtu që ka jetojmë Kosovë, e që ka jetojmë në për Shqipëri, e Macedoni, duhet me ditë se jemi popull, nuk jemi krijime prej loj si që janë jaudit për shembull e tjera, mos të lasë ato se po ma blokojnë. Por jemi, falinderit Nur, jemi popull, e Zoti ka thonë, une i kom kriju njerëzit edhe i kom da në për popull. Populli janë është shumë i madhë dhe shumë i lasht. Ma i lasht se na nuk jemi të ardhur, si kur slavët, si kur sërbët që janë të ardhur nga Rusia e ku ta diun. Na jemi shqiptar autokton, a jemi musliman, a jemi të krishter, na nuk mundemi mi thonë shko në Vatikan, ose shko në Istanbul, ku e kanë atë qendrën e katolikëve, apo shko dikun. Pra, na fene kemi pjesë e identitetit. Sot jemi me fenë që emrin e ka pace, për mu nuk e ka islam, feja jeme nuk e ka emrin islam, po e ka emrin pace, sepse edhe une nuk jam muslimane, po unë jam e nënshtruar Allahut, nëse kështu mendoni, sepse Zoti ka thënë në Kur'an, feja është e imja, nuk është as e muslimanit, është e krishterit. Pra, feja ime në gjuhën arabe quhet islam, por në gjuhën shqipe është feja ime quhet pace. Prandaj, mos u klasifikoni jo une islam, jo une krishter, se edhe une jam e nënshtruar Allahut, që shka qenë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, që shka qenë Jezu Krishti, që shka qenë Isa a.s., si ka qenë Ibrahimi a.s., si ka qenë Musa a.s., të gjithë këta 4 pejgamber kanë thonë, ene minel muslimin, arabisht, na jemi musliman. A ja merr mendja juve që Musa pas ka qenë musliman, ose Isa pas ka qenë musliman? Jo, po ata kanë qenë të nënshtruar, por prej fanatizmit madh që na muslimant e kemi, për me unda në grupe e ma kollaj me na përçat dushmant, që njerëzorët na kemi nda, jo na jemi musliman, jo na jemi kështu, po feja jote është feja islame që emrin në gjuhën shqipe ka pace. Ti je musliman që në gjuhën shqipe i bjer i nënshtruar. Nëse je ti i nënshtruar Allahut, kjo mjafton te Zoti. Prandaj mos u bëni fanatik me gjona që ka nuk duhet, po dujeni Zotin, edhe që ta po ju tham, Zoti ka thonë, o njerëz, mos lejoni në zemrat e juja me hy tjetër kush, sepse unë e kam vendin te zemra jote. Por nëse thot, në zemrën tënde, gjinden këto 3 sende, urrejtja, mendjemasia edhe padrejtësia, thot Zoti, unë nuk rri në atë zemër. Një rast, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, kishte shku në umre me bo. Umre do me thonë me vizitu Qabën, prej Medinës ka jetu në Mekë, vendlindja e tij ka qenë, shkon me vizitu Qabën. Edhe rinanash Qabës, i shehja do njerëzit u vrapu me puth ato gurin e zi, me puth ato dyrte, ato gurt e Qabës, edhe pejgamberi rinë me një qoshe, aleikum selam, Lila, rinë me një qoshe
të murit larg Qabës, edhe i shehja do njerëzi që po vrapojnë me bot tavafe, me puth Qabën e send, edhe shumë mërzitët pejgamberi. Edhe vjen Imam Alia, vjen një shok, më duket e Bubekri, apo s'di cili shok ishte, 2-3 veta. Edhe i thënë, ja Resulallah, pse e ka që mërzitër? As po e sheh sa shumë veta janë kthy në rrugën e Zotit, janë bë musliman? A i tha, vallahi billahi, thot, maj mirë është, maj shenjtë është shpirti një njerit, se sa ato gurt e Qabës së bekuar. Që do me thonë e kote kiti që shkon në Qabe, që shkon në numre, vetë pejgamberin jetën e vetë 4 herë o konë, merrni me men, 4 herë. Jetën e vetë edhe ka pas, sa me thonë, 200 kilometra, a na shkojmë 40 herë, 10 herë mrenda vitit, shkojmë në umre, dhe thotë, pra pejgamberi thot, ma i mirë, thot, ma i shenjtë është shpirti një njeri që e keni lëndu ju, se sa që po shkonin në Qabe, me dhonë pare, gjerisa thot, ja Resulallah, por nas kemi mundësi me shku në Qabe. Thot, Qabën, pra shpinë e Zotit, e keni në zemër t'juj, pejgamberi, sepse Zoti ka thonë, mos se shtini dikon tjetër në zemrat e juja, përveç meje. Prandaj të dashur miqën, që se doni me pas Qabën, mrenda në shpirtin e juj, hiqni që të 3 sende, pa drejtsin mos ja bon as djalit, as burrit, as fëmis, as këshis, as shoqëris, as qeveris. Urrejtjen, mos e urrej edhe dushmonin më të madh. Ju e pat çfarë fjalë të dyta tha që ishte LGBT homoseksual. Po a e kuptut në çfarë mënyre unë e ndjiva problemin e atij personit i cili u sjell shumë keq me neve. Prandaj, urrejtjen nuk bon me hyn zemrën tënde, kotë është që shkon Allahu Ekber, qofse ti burrin tënde urren. Qofse ti gruan tënde e urren, mos hin namaz me urrejtje. Qofse ti ke bë burrit tënd, djalit tënd, vajzës tënde pa drejtësi, qofse ti ke bë mendjemasi ndaj kunatës, shoqës, vjerrit, anena, knena, edhe Allahu Ekber po hyn namaz, mos hyn namaz. Allah i thot nuk hyn në zemrën e juj. Qofse ti në zemrën tënde e ke qit dashnin e burrit, dashnin e gruas, dashnin e djalit, dashnin e shtëpis, dashnin e veturës, dashnin e kësaj dunjas, Zoti thot s'mkelon vend në zemrën tënde. Po çka duhet me bë? Krejt këto mundesh mi dasht. Po vetëm, faleminderit North, mos u harxho vllai nderuar. Vetëm mundesh mi dasht, po vetëm për hir ti. Sikurse Ibrahimi a.s. kur tha, o Zot, ço ma brethani evlat? Tha, po Ibrahim kome ta qu edhe martohet me gruan e dytë Haxherën. Po tha, ti tha me mpremtu mund diçka. Çka o Zot, vetë qoma një evlat, tha, unë të premtoj ty. Tha, ki me sakrifikua djalin kur ti vjen koha. Ki me bo kurban me durët e tua. Ibrahimi a.s. tha, he Allah, shumë sprovë të madhe po mje, por fjala jote u baft. Edhe kur u rrit Ibrahimi a.s. e qoj Ismailin në shkretin, Qabja ku është sot. As uj nuk ishte, as kur gjo, me durët e vogla Ismaili e gërvishi atë zallin, e tjera, dul uji Zamzam, faleminderit Northi, dul uji Zamzam, edhe pastaj nona vetë, cara t'u vrapu, Safa merve, që vrapojnë ata haxhillar. Ajo veç kur e pa uji po del prej tokës, që kur më nuk unala uj. Tha, zem, që do më thonë prit. Dhe kështu meti, kur i erdhi koha, Ibrahimit a.s. me zbatu premtimin, që po thamë, bëjeni shpinë, bëjeni dashnin,
dashni ndaj burrit, dashni ndaj fëmijëve, po krejt për hir të Zotit, sepse nuk e meriton asnjë gruaja jo çat djersën tonë dhe që ti punon 24-12 orë në punë, ndoshta që ajo gruaja jote nuk e meriton. Burri yt ndoshta nuk e meriton mja qit një pjatë ushqim në tavolinë, faleminderit Norti. Që aty në tavolinë nuk e meriton një pjatë mja qit, po kime thonë, o Allah, veti kime thonë, për hir tëndin, o Zot po e bëj këto, që është burri jem, që është baba i fëmijëve tem, o Allah, apo e she sa jo mirë njohë se e kom gruan, sa jo mirë njohës e kom vajzën, e kom djalin, shumë jo mirë njohës, o Allah, ti uzoj, ti jepja hidajetin, ama unë po bëhem shërptore vetëm për hir tëndin, se djali jem, vajza jeme, gruaja jem, burri im nuk e meriton. Prandaj, kur bëhen në gjendje me sakrifiku për Allahun, ajde gjani, ajde zemra, e shpirti, kur bëhen në gjendje me sakrifiku për Allahun, Gjibritin fanja se që të do të lyp me përshëndet. Ku jeti? Ku jeti? Ku e ki shoqën tënde? Shpirti vogël. Kur jeni në gjendje me sakrifiku si Ibrahimi a.s. djalin dashti me aprej qafën, e mur thikën edhe i mshojnë guri, u qa guri, po kur doj kem jam shumë qafë, djali vetë tha o bab me izën të Zotit, që ka thënë Zotit, shil mi sytë tha, lidh mi sytë tha, unë tha jam gati mu sakrifiku, sepse dhe djali vetë si me thonë profet, edhe pse gjujnë haqillar të gur, sepse shejtani tha, faleminderit e vogël, shejtani tha, o Ismail, mos e ngo babën tonë, se po dënë me shku me të mytë, o Ismail, mos e dëgjo babën tonë, ai e mor edhe gurin, edhe ja gjujke me gur, 7 herë gjujke me gur, këto janë ato simbolet që kanë mbet, pra në atë kohë, edhe sot janë shembull për neve që duhet me dash jetën, që duhet me dash Zotin, por mos me qitë kur gjo para Zotit. Mos me qitë kur gjo para Zotit. Njerë Allahu, bëja një zemrën, gati, pastrojeni prej urrejtjes, pa drejtësis dhe mendjemasis. Kur ti hek që të 3 sende, keme pasa i lumtur keme qenë, si kur puzla ka me qku jeta. Me të ardhe dhe fatkecia ma e madhe parasysh, me pa e vlatin e vdekur, keme thonë, o Allah, i joti është, edhe ty të falë qofti, ina lillahi, na jemi të tutë dhe na ty kemi me të këthy. Prandaj duhet gjithmonë me pregadit jetën. Rambo mirë se na këtu ke qenë, nga Belgjika,